Plagosje në Tiranë, shpallet në kërkim autori 45 vjeçar. Një 41 vjeçar ka mbetur i plagosur me thik pas një konflikti me një tjetër person në zonën e Astirit në kryeqytet. Policia bën me dije se konflikti ishte për motive të dobta dhe ka shpallur në kërkim të dyshuarin 45 vjeçar për krimin. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë numër 6 shpallën në kërkim KG 45 vjeç, pasi në Astir për motive të dobta ka goditur me mjet prerës thik në këmbë një 41 vjeçar i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Bëri me dije policia për rrethanat paraprake të krimit. Pas sulmit, autori dyshuar është larguar nga vendngjarja dhe po punohet për kapjen e tij nga komisariati i kombinatit.